është një vijimësi e doktrinës Peace through Strength, pra paqen me fuqisë. Kjo në fakt është një doktrinë që daton nga administrata Reagan dhe presidenti Trump si thua ka rivitalizuar, ku ai nuk kërkon vetëm ruajtjen e rendit liberal apo mbajtjen e marrëdhënieve të mira me shtetet e tjera, por mbi gjitha kërkon fuqizinë ushtarake të Amerikës në rast se ka kriza të mëdha të cilat mund ta cënojnë fuqinë amerikane, por dhe sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe normalisht në aspektin gjeopolitik, ti the që kjo mund të triggerojë, si thua, një garë armatimesh, por nga ana tjetër mund të bëjë edhe të kundërtën, mund të deterojë apo mund të parandalojë veprimtari agresive të kundërshtarëve të Amerikës, Rusia, Kina, më thënë tash, duke ditur që mesazhi që ata marrin është që amerikanët po armatosen, po fuqizohen dhe çdo kërcënim ndaj interesave të amerikane mund të kundërpërgjigjet nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës nëpërmjet armatimit cutting edge, pra teknologjikisht avancuar, të fundit dhe të mirë financuar. Kështu që mendoj që do të ketë një impakt pozitiv për politikën amerikane, sepse do ta pozicionojë Amerikën shumë të fuqishme në aspektin e perceptimit. Kuptoj që politika e jashtme gjatë fundit që dua të them është perceptim, pra është lojë mendje, si e percepton Putin e Amerikën, si e percepton Xi Jinpingu Amerikën, dhe në mënyrë që të deterojnë, që të preventohen sulmet ndaj Amerikës, duhet që Amerika të perceptohet e fuqishme. Ndërkaq Qurel, përveç kësaj, si e ke parë telefonatën që ka ndodhur mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin? Me sa kam lexuar unë, ka qenë telefonat e ndryshme nga të tjera, në sensin që presidenti Trump është përpjekur gjithmonë të mbajë një linjë të butë me Putinin dhe të afrojë Putinin për të gjetur një ujdi midis ukrainasve dhe rusëve. Putin ka qenë i vështirë muajt e fundit në negociata dhe kjo ka bërë që presidenti Trump ta humbas durimin dhe të urdhërojë në një farë mënyrë ose të keqë ton deklarativ që Putin duhet menjëherë të mbyll luftën në Ukrainë, sepse ka shumë ukrainasë që po vriten, ka shumë rusë që po vriten. Ai po bën në fakt një gjë të ngjashme me Netanyahu, me kryeministin izraelit, sepse situata në Gaza është e ngjashme në aspektin e jetëgjatësisë së luftës, të konfliktit dhe impaktit që po ka në realitetin gjeopolitik atje, por që mendoj që ka qenë telefonat me tone të ashpra, me çka kam lexuar, me çka kam kuptuar. E qartë. Mirë, Noel, për të kaluar në pjesën e dytë. Ndjekim tjetër insert dhe rikthehemi. Në një postim zyrtar në platformën X, zyra kryeministit bëri të ditur se Netanyahu kishte zhvilluar biseda me ambasadorin izraelit në SBA, Yitzhak Leiter, dhe me prokurorin e përgjithshme amerikane Pam Bondi, duke kërkuar që ngjarja të trajtohet me seriozitet maksimal. Po dëshmojmë çmimin e tmerrshëm të antisemitizmit dhe të nxitjes së egër kundër shtetit të Izraelit, thuaj në deklaratë. Shpifjet e përgjakshme kundër Izraelit po shtohen me gjak dhe duhet të luftohen deri në fund. Netanyahu gjithashtu njoftoi se masat e sigurisë për ambasadat izraelite dhe përfaqësuesit diplomatik në mbar botën do të forcohen menjëherë si përgjigje ndaj incidentit. Ngjarja tragjike ka tronditur opinionin publik dhe ka ngjallur reagime të forta ndërkombëtare, mes tyre edhe nga liderë të tjerë të lartë si presidenti amerikan dhe presidenti izraelit, të cilët dënuan aktin si një sulm antisemit dhe të papranueshëm. Mirë, Noel, apo përshkallëzohet rreziku ndaj përfaqësive izraelite pranë në botë për shkak të rritjes së tensioneve politike dhe retorikës anti-izraelite? Mendoj që po, kuptohet që ka arsye, domethënë lufta e gjatë e Izraelit në Gaza, që ka nisë nga 7 tetori i 2023-shit dhe po mbush gati 2 vite tani, ka një impakt në perceptimin publik të Izraelit, sidomos nga qytetarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe në vende të tjera perëndimore, të cilat ndihen përgjegjës për paratë që këto qeveri kanë dhënë Izraelit për të bërë atë që po bën në Gaza. Dhe sigurisht që fatkeqësisht pasojat janë të tilla, padyshim që është një akt i turpshëm, nuk e di a mund ta quaj terrorist apo jo, por i parafrohet një akt i turpshëm terrorist ku një çift izraelit, të dy të punësuar në administratën në ambasadën izraelite në Washington DC, janë ekzekutuar nga një shtetës amerikan i cili në bazë të dhënave ka deklaruar se ka kryer krimin si përgjigje e luftës Izraelit në Gaza. Domethënë një çmenduri, sepse ç'i duhet një amerikani ky muhabet, por që e ilustroj për të thënë që në koshiencën e qytetarëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe në botën perëndimore, të cilët po e financojnë këtë luftë,
si thua, ka një barë të madhe në raport me çfarë Izraeli po bën në Gaza dhe kjo sjell këto akte dhe jo më kot sjell dhe si thua përfshirjen drejt për drejt Izraelit në politikën amerikane, pash në klipin tuaj që e kishe kontaktuar kryeprokurorin e përgjithshëm Attorney General Pam Bondin dhe ambasadorin izraelit në Shtetet e Bashkuara për të nxitur qeverinë amerikane që të investigojë këtë rast dhe të si thua siguroj ambasadë izraelite, por dhe të vë përgjegjësinë e këtij akti para drejtësisë. E qartë. Roel, sa efektive mund të jenë ndërkaq dhe masat aktuale pra të sigurisë për diplomacinë izraelite në një klim ashtu si e dim pra që është gjithnjë marrëmiqësore? Sa efektive mund të jenë për mua i vetmi akt efektiv është mbyllja e luftës. Nëse izraelitët do arrin të ulen në tavolinë dhe të ndoshta ulin pak jo vetëm tonin dhe retorikën e tyre, por dhe kërkesat që kanë në raport me palën tjetër, që është Hamasi, që është një grup terrorist, atëherë Izraeli do jetë më i sigurt sepse do të mbylli luftën dhe edhe urrëtia ndoshta apo perspektivi negativ i Izraelit në botë do të bie. Dhe presidenti Trump është i frustruar në fakt shumë me Netanyahu, sepse Netanyahu po refuzon të ndalojë luftën. Dhe presidenti Trump kërkon të që Izraeli të ulet në tavolinë e tryezën e bisedimeve dhe të pranojë kërkesat amerikane dhe të mbyllë luftën. Kështu që mendoj që mënyra më efektive për të ndalur këtë ngjarje është Izraeli të ndalë luftën, sidoqoftë ai është një çift i pafashëm që është vrarë dhe nuk ka të bëjë fare me luftën në Gaza dhe sigurisht është një ngjarje